Në heshtje totale, pasi humbi të vëllain në aksidentin tragjik, vjen njoftimi nga menaxheri i Gjestit. Menaxheri i Gjestit, Bonard Ajvazi, së fundmi ka bërë një postim në rrjetet sociale ku bën me dije se projekti muzikor i Gjestit, Veshu Ndrequ, ka arritur plot 20 milion klikime, një sukses i madh për këngëtarin nga Peja. Por nga ana tjetër, këngëtari që fitoi zemrat e mira shqiptarëve pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania, po kalon ditë të vështira bashkë me familjen. Tashmë janë bërë më shumë se 3 javë që nga vdekja tragjike e vëllait të tij, Eldionit, i cili humbi jetën pas një aksidenti tragjik me motor.